Zyrtar të qeverisë në detyrë bashkë me përfaqësues të komunave të Mitrovicës së Jugut dhe asaj të Veriut të martën kanë vënë ngurthemelin e 2 urave të reja që lidhin qytetin e Mitrovicës. Fillimisht është bërë pururimi i urës për qarkullimin e automjeteve disa metra tutje urës qendrore mbi lumin Ibër, që vazhdon të jetë mbyllur për qarkullimin e automjeteve. Më pas, kryeministri në detyrë bashkë me vartësit e tij kanë ecur në këmbë tek ana tjetër e Ibrit, ku ju vu ngurthemeli i urës për qarkullimin e këmbësorëve përballë 3 rrokaqeve në Mitrovicën e Veriut. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se ndërtimi i urave të reja është në funksion të komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve, duke theksuar se mungesa e tyre shkakton tensione. Ka kalu koha e barrikadave, është koha e bashkëpunimit, e qarkullimit lirë, e shkëmbimeve sa më të madhe të mallrave, të kapitalit, të shërbimeve. Prandaj, unë besoj që këto ura do të shfrytëzojnë jo vetëm shqiptarët, por që të gjithë, e nga pjesa veriore, posaçërisht serbët, që dihet që në komunën veriore të Mitrovicës ata janë shumicë. Sipas tij, ndërtimi i këtyre urave është në përputhje të plotë me planet zhvillimore dhe ligjin, tek i është përgjigjur paralajmërimit të një dite më parë nga Bashkimi Evropian, i cili kishte kërkuar autoriteteve të Kosovës të përmbahen nga veprime të njëanshme, përfshirë edhe ndërtimin e urave bashkëngjitëse. Kurti u pyet edhe për urën qendrore, duke thënë se edhe asaj vije koha kur do të hapet. Ura është e qëndrueshme, prandaj sa më parë që të hapet, aq më e arsyeshme është, dhe kur do të hapet, kjo varet edhe nga karabinierët italian. Ne nuk dëshirojmë të krijojmë kurfar fërkimesh me askënd, përfshirë edhe karabinierët italian, prandaj edhe po i presin kur edhe ata të binden, siç jemi të bindur ne. E ministri në detyrë i infrastrukturës, Libur Naliu, u shpreh se më së largu në tetor do të përfundojnë punimet. Sa po të mbarojnë urat, ne presim që rjesa do të jetë vitit 2025. Para zgjedhjeve lokale? Mbase po. Jena për çështje zgjedhjeve këtu. Më optimist u shfaq ministri në detyrë i administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, i cili ka thënë se punimet do të përfundojnë në fillim të shtatorit. Policia e Kosovës ka ndaluar 6 persona para nisjes së ceremonisë. Zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për kohën se personat u ndaluan për mos respektim të urdhrave të policit.